Shumë njerëz marrëdhëniet, lidhjet me Zotin Gjellëshanuhu i kanë ndërtuar mbi bindjen dhe zbatimin e urdhrave të Zotit Gjellëshanuhu. Me kalimin e kohës, këto zbatime dhe këto obligime bëhen rutinë tek njeriu dhe ai duhet t'i krije me qëllim që të shkarkohet nga këto obligime duke mos ndjerë asnjë ndjenjë të dashurisë dhe admirimit ndaj Allahut Gjellëshanuhu. Ne sot dëshirojmë që obligimet, ritualet fetare që i krijmë, adhurimit që i krijmë ndaj Zotit Gjellëshanuhu të krihen me ndjenjën e pasionit dhe dashurisë ndërsjellët ndaj Zotit Gjellëshanuhu. Pra kjo temë inshallah taala do të na çojë, do të na bëjë të dashur adhurimet që ne t'i krijmë me pasionin më të madh, nga se këto adhurime nuk ja dedikojmë askujt tjetër nga krijesave, por ja dedikojmë, ja çojmë të madhit Allah Gjellëshanuhu. Për ta kuptuar dashurinë e madhe që ka Allahu Gjellëshanuhu ndaj nesh, fillimisht do të përmendim një hadisul kudsi që e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Idha ehabba Allahu abdan nada Jibril, ja Jibrilu inni uhibbu fulanan fa'hibbah." Kur Allahu i madhruar e don një rob, e prej atyre robëve mund të jesh ti edhe unë. E çfarë bën Allahu Gjellëshanuhu kur të don ti edhe mua nëse je i denjë për të dashur? Që ma vonë do t'i cekim cilësitë të cilat duhet t'i posedojmë për me arritur kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu e thirr Gjibrilin duke thënë: "O Gjibril, unë e dua filanin, prandaj duaj edhe ti." Nëse robi vazhdon të jetë i sinqert ndaj Allahut Gjellëshanuhu, praktikues i urdhrave të Zotit me dashuri dhe me pasionin më të madh, duke i plotësuar disa kushte që me të vërtet Allahu Gjellëshanuhu do ta dallojë këtë rob prej robërve të tjerë, atëherë thirrën Allahu Gjellëshanuhu Gjibrailin, ndërmjetësuesin e tij, duke thënë: "O Gjibrail, unë filan fistekin e dua, duaj edhe ti." Dhe përhapet tek banorët e qiejve, pra tek melekët, që Allahu Gjellëshanuhu dhe une si melaike më e madhe e duan filanin, pra duanja edhe ju. Nëse njeriu përsëri vazhdon të jetë parimor në principet fetare, në adhurimet fetare, të jetë i dashur me njerëzit, Allahu Gjellëshanuhu thot: "Këtë dashuri që e kam unë, që e ke ti Gjibrail, që e kanë melajqet, përhapnja në mesin e njerëzve, në mesin e zemrave të njerëzve." I nderuar i vëlla, Allahu Gjellëshanuhu nuk mjaftohet vetëm me dashurinë ndaj robit, por ai këtë dashuri dëshiron t'ja tregojë edhe Gjibrailit dhe melekëve që edhe ata ta duan këtë njeri. Po jo vetëm kaq, nëse të don Zoti Gjellëshanuhu dije se edhe njerëzit të duan, nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se kjo dashuri që është tek Zoti, tek melekët, tek Gjibraili, shpërndahet në mesin e njerëzve, respektivisht tek zemrat e njerëzve.